I grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Taulant Balla, ka paraqitur një kërkesë për mbajtjen e 1 minutë heshtje solemne në nderim të ish kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, zotit Fatos Nano, i cili u nda nga jeta në 31 tetor 2025. Të nderuar kolege dhe kolegë deputet, Kuvendi i Shqipërisë shpreh sot ngushëllimet më të sinqerta për ndarjen nga jeta të ish kryeministrit dhe një prej figurave më të rëndësishme të politikës shqiptare të pas viteve 90, zoti Fatos Nano. Zoti Nano ishte një nga themeluesit e Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe ka shërbyer disa herë si kryeministër i vendit, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në proceset e demokratizimit të vendit, në ndërtimin e institucioneve të shtetit së drejtës dhe në orientimin e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Në jetën e tij politike dhe publike, zoti Fatos Nano do të kujtohet si një figurë me ndikim, me ide, që la gjumë të thella në historinë moderne të vendit tonë. Në shenjë respekti dhe nderimi për jetën dhe veprën e tij, ju ftoj të ngrihemi dhe të mbajmë 1 minutë heshtje. I paruar qoftë kujtimi i tij. Fillojmë me çështjet. Pika e parë, miratimi i proceseve verbaleve të seancave plenare të datës 27/10/2025 dhe 30/10/2025. Proces verbalet i keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë vërejtje?